Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave, patjetër një shtunë tjetër e lagështitur, kisha me thënë, sepse shiu vijon dhe vazhdon. Besoj që dhe gjithë fundjavën do të vazhdoj shi, por ne do të qëndrojmë të ngrohtë pa diskutim në valët 92 MHz të Radio Shkodrës, gjithashtu edhe në kanalin e të Shkodrës. Ka një programacion të ngjeshur, të bukur dhe uroj që ju të shihni, të dëgjoni, pse jo. Në studio sot kam një mike, faktikisht nuk është hera e parë e saj që vjen në studio, por sigurisht që kur ka një botim të ri do të vise së vend tek Pena e Shkodrës. Liza Brozi. Liza, mirë se erdhe, dashur. Mirë se u gjeta, kënaqësi që jam sot këtu dhe po e nis ditën me juve. Është shumë e rëndësishme faktikisht që botimet e reja patjetër të jenë në syrin e publikut dhe jo vetëm, por edhe të vinë përmes një emisioni. Aq sa është e rëndësishme që të vjen me një botim shumë të veçantë. Keni tashmë një botim me tregime të shkurtra vdekja e kukullës. Është një libër shumë interesant. Interesant po e them në këtë mënyrë krejt thjesht, ndoshta gati në këtë mënyrën tonë popullore, por është një libër shumë i veçantë sepse janë disa tregime që të marrin me veti. Edhe ti ke kaluar nga një zhanri i poezisë me një herë në tregime. A ishte kjo një mënyrë e jote ndoshta për të qasë tashmë në letërsi dhe më provu vete? Libri me tregime ka ardhur si pasojë një shkëputje, po them, gati diku të 5 vite nga libri i parë që ishte me poezi pritet vishë njësoj. Pavarësisht se ky libër tregimin më të hershëm e ka në 2018 dhe tregimin më të vonë ka në 2025, pra paralelisht kam shkruar edhe tregime edhe poezi, pavarësisht se edhe për pjesën e miqve dhe rrethit të afërt miqësor ishte pak e çuditshme kur thashë do vi me një libër me tregime, por mendoj se ky libër e pati bërë kohën e duhur të pushimit dhe e ndjeva që ishte e nevojshme për ta ndarë me të tjerat. Ka një distancë prej 5 vitesh me Diku te 5 librin vite, e parë. Mendoj që njeriu vjen e pjeket me vetit. Gati kalon edhe një formë tjetër të mendimit, të shkruamenit, ndoshta edhe stili, ndryshon gjuha, ndryshon mendësia, ndryshon shumë çka. A mos ndoshta ishte edhe kjo koha e duhur për me ardhur, me pas një prurje të re? Mendoj se ishte koha e duhur, për faktin se tregimet kërkojnë një pjekuri më të madhe, po them, jo se poezia nuk e do, poezia është shpirtërore, po tregimet kërkojnë një pjekuri më të madhe dhe kërkojnë një fazë më të gjatë, një proces më të gjatë, shkrimi, rishkrimi, duan kohën e duhur, ti lësh, ti pushosh, ti shohësh prap nga e para, të rishkruash ndonjëherë derisa ti e ndan mendjen që nuk ke më asgjë për të ndryshuar tek ky libër dhe thua jam e gatshme ta ndaj edhe me të tjerat. Nuk është më vetëm një proces i yti. E guximshme kjo dhe më vjen mirë për guximin tënd sepse ke sjell me të vërtet një libër shumë bukur. Është një libër që një temë qendrore na kena humjen e pafajësisë, fëmijërinë e thyme, dhimbjen e heshton, por edhe raportet njerëzore, edhe ndërnjerëzore, pse jo. Kemi trauma, kemi kujtesen, kemi shumë çka. Por e shoh që ka një dorë elegante. Dallohet dora elegante e gruas të përshkrimi i çënjes gruas. Është pak një bosht në këtë libër, e cila është gruaja. Ndoshta piknisja te kukulla për dalim te gruaja. Pse e nis me kukullën dhe pastaj e ngrit në piedestal gruan? E nis me kukullën sepse edhe kukulla është e lidhur me vajzën, po them me gjinin femrore. Çdo kush nga ne në fëmijërinë e tij ka patur një kukull që e ka dashur më shumë, pavarësisht se aty kukulla është thjesht një simbolike e njeriu dhe procesit të tij gjatë rritjes, po them kalimit nga fëmijëria në procesin e maturimit, por kukulla është element femror. Derisa kalon pastaj që kjo kukulla është shoqëruese e një vajze derisa ajo rritet dhe bëhet një grua, po them. Por elementi i kukullës është përdorur si një simbolik i zërit të brendshëm që ne me kalimin e kohës e kemi ose nuk e kemi, ose e humbasim në përpjekje për të arritur gjëra të tjera që janë më të mëdha. Ashtu ka përcimi mes prej fëmijërisë, ka përcim në moshën e maturimit. Absolutisht është i vështirë. Lën pas kujtime dhe i drejt një bote tjetër ose drejt një moshe tjetër ku ti nuk e din se sa kujtime do krijosh, por ama edhe nuk e din se çka do të bësh me veten. A ishte ndoshta edhe kjo dilema që ke dashur të përcjellësh, ka përcyllin mes fëmijërisë dhe adoleshencës, por edhe maturisë, sepse i cekim të gjitha këto. Është një periudhë delikate, le të themi që adoleshenca është një periudhë delikate dhe procesi i vetnjohjes zgjat.
po them zgjat me vite derisa ti arrin të kuptosh çfarë je, kush je dhe çfarë kërkon në këtë botë, po them. Qoftë edhe në rrethin familjar, qoftë edhe në rrethin miqësor, je në një proces të vazhdueshëm, je në një ndryshim të vazhdueshëm. Dhe arsyeja pse lidhet me kukullën është pikërisht ajo që ne me procesin e rritjes të maturimit dhe të kërkimit të vetes tonë dhe procesit të vetnjohjes, ne shpesh humbasim detaje, kujtime, zërin e brendshëm, pafajësinë që e kishim vetëm tek fëmijëria. Paka shumë ideja e vdekjes së kukullës ka qenë kjo, procesi i rritjes dhe kërkimit të vetnjohjes, por që shoqërohet me një element të asaj çfarë ne humbasim. Po kalojmë në një pyetje gati spontane. Sot fëmijëria faktikisht nuk është ajo si e dikurshmja. Teknologjia është shumë e pranishme në jetën tonë dhe kryesisht në atë të fëmijëve, të rive, jo vetëm adoleshentët pa diskutim ja pa fund me telefona në dorë, laptopi gati është shumë i vogël, po them kompjuteri, por gjithsesi të iPad dhe celulari janë tankuar në pranishëm, gati kina kalu për asaj kukullës. Që ishim ne na kthy në njerëz robotik. Si do të ishte ky libër po të ishte në kohët për kohën që po jetojmë, se ti e ke sjell pa kohë. Por për kohën që po jetojmë si do të ishte në këtë inteligjencë artificiale që qarkullon, që po na kthen nuk e di në sa versionet tona. Ka ndryshuar shumë gjëra. Mënyra e argëtimit nuk është ajo çfarë ne e quanim dikur argëtim. Qoftë edhe lojrat që bëhen sot nuk janë ato që ne i bënim dikur. Shpresoj që të rikthehemi, nuk mendoj se ekziston një mundësi për të shkuar më përpara. Besoj që është arritur thuajse fundi i asaj që u krijua me inteligjencën artificiale, por që shpirtin e njeriut nuk mendoj se do të ekzistojë diçka tjetër ta ndryshoje. Ajo çfarë duket e bukur se jashtëmi mund të jetë pa shpirt brenda, njësoj si edhe lodrat e kohëve moderne, por di them që në atë fëmijërinë tonë kukulla ka qenë një element shpirtëror, sepse ti e quan shpirtëror në momentin që i flet asaj kukullës, e vesh, e rregullon dhe ti krijon një komunikim me të. Domethënë ti krijon një komunikim bazik. Dhe në momentin që ajo kukull shndërrohet në diçka tjetër që nuk ka më shpirt dhe nuk është më jotja, pikërisht aty fillon procesi i thyrjes së brendshme. Dhe edhe nevoja e njeriu për të njohur veten është në momentin kur i ndodh një proces i thyrjes së brendshme. Qoftë edhe periudha e kalimit nga fëmijëria drejt adoleshencës apo më vonë tek maturimi, po them. Është vërtet. Unë du me lexoj një paragraf. E pra njeriu çmimin më të lartë e faturon vdekjes. Asnjëherë jetës. Rrobat më të bukura ja vesh vdekjes. Ato që si bleu t'i vishte me raste. Fjalët më të mira i thot pas vdekjes. Ato që si tha kur përballë. Lotët më të sinqert për hir të vdekjes dhe jo të jetës. Gostinë më të pasur në emër të saj. Atë gosti që nuk i mlodhi kur sa ishin të gjallë. Dhe lulet i vendosin po në emër të vdekjes, që jeta të lullzojmë më pas. Por kur s'bëm dhurata sa ishte mes nesh. E me gjithë këtë, është jeta ajo që mban bijuteri, është jeta ajo që mban luks, është jeta ajo që vishet shtrejt. Por prap, është jeta ajo që rëndom të vishet me të zeza, se pas vdekja, ajo i vesh shpirtat me pëlhur të bardhë. Është një janë dy elemente si terri dhe drita, ashtu është edhe jeta dhe vdekja realisht. Por është një metafore ku do gjendur në libër. Më duket se ne ja dim vlerën jetës nga një herë pas vdekjes, pas humbjes, nuk e di sa pas do të kisha për me thënë, realisht. Mendoj se është misteria saj çfarë ne nuk e dim. Nuk e dim çfarë do të ndodhë më tej. Absolutisht. Ndoshta fillimi diçka e mund të jetë, fundi diçka e mund të jetë një fillim i ri, qoftë edhe me jetën që aktualisht e quajmë si vdekja fundi. Mund të jetë ndoshta fundi i procesit fizik, por mund të jetë fillimi i një përndritje shpirtërore. Është diçka që ty të lidh sepse nuk e njeh. Dhe misteret për të ditur çfarë ndodh përtej asaj është ideja që ti do të dish më shumë. Domethënë të lidhet patjetër që mund të jetë një përfundim deri këtu, por mund të jetë një fillim i ri. Kjo është arsyeja pse vdekja dhe jetja janë gjatë gjithkohës në një kontrast me njëra tjetrën, por janë një simbiozë, jetojnë së bashku.
Shpesh herë ne kemi një shprehje të popullit që thotë çka ka shtëpia i nxjerr fëmia. Pak a shumë ky libër përmes fëmijërisë tregon botën e të rriturve. Po. A ishte ky një qëllim vetvete? Ose një simbol i përdorur qëllimisht? për treguar, për të përshkruar këtë realitetin, këtë botë tonë të brendshme, sepse secili gjen atë botën e brendshme në secilin prej tregimeve. Unë nuk do të them vetëm tek i pari, po te secili prej tyre do të gjendesh në një personazh absolutisht. Rikthehemi tek fëmijëria për të ditur kush ishim, çfarë kemi bërë, si u rritëm, kush na rriti. Dhe ndoshta ky është një moment shumë i bukur. Është një moment shumë i bukur i përballjes së njeriut me veten, të mos harrojë kur ku ka qenë, çfarë ka bërë. Por është edhe një moment që ti dëshiron ta kujtosh si sa kohë e bukur, sa kohë e pafajshme, sa i brisht, sepse gjatë kohës ne ndryshojmë, ne jemi një proces rritje, por gjatë këtij procesi ne edhe humbasim nga vetja jonë. Humbasim, po them, atë zërin e brendshëm. Humbasim atë pafajësinë. Sa herë që ne kërkojmë të shkojmë diku më larg, nëse kthejmë kokën pas, do të shohim që disa gjëra i kemi humbur. Dhe kjo është një melankoli, është një trishtim. Pavarësisht se nuk e shmangim dot se fundja jemi krijuar për të jetuar në të tillë formë, por ndonjëherë edhe dhemb. Do të thonë është pak një qasje, pak disi e qëllimshme për të sjellë këtë ripërtritje në një formë tjetër, për ta sjellë për publikun. Si ishte procesi i shkrimit të këtij libri? E di që ka filluar shumë herët në kohë dhe përfundon mas disa vitesh. Por si ishte procesi për ty dhe kur e ndjeve veten të gatshme? Po, këto di votoj tashmë, do t'i votoj. Ishte një proces i gjatë, pasi kur janë shkruar tregimet, nuk janë shkruar më patjetër që një ditë do të votohen. Janë shkruar nga nevoja për të shkruar diçka dhe nga një dëshirë e brendshme më shumë se sa një dëshirë për t'i lexuar dikush tjetër. Jo se unë nuk i kam ndarë me miq të afërt, sigurisht i kam ndarë, por arrita në një kohë që i thash vetes time, këta duhet të votohen tashmë, nuk është se do të shtosh diçka tjetër. Edhe gjatë procesit të rishkrimit ose të detajeve, arriti një moment që nuk kishte asgjë për të ndryshuar dhe do duhet të botoheshin, domethënë, nëse nuk do ishin botuar këtë vit, ndoshta nuk do ta kisha marrë më mundimin ti botoja. Domethënë vjen edhe ti në atë kurthin e pendesës. Nuk do e shoh me veten që grumbulloj disa poezi në një cep, disa po them esej të ndryshme në një cep tjetër dhe nuk marr guximin ti botoj tashmë. Nuk e di se ç'm ka ndodhur, por besoj që të vijë ky guzimi, duhet vijë realisht. Besoj që me kohën, domethënë, arrin të stabilizosh edhe atë pjesën çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet, por në momentin që shkruan, i shkruan për vete, por ideja është të ndahen edhe me të tjerët. Se nëse do të ishin për t'i mbajtur vetëm për vete. Unë mendoj që kur ndahen me të tjerët ti e kupton pastaj edhe punën që ke bërë dhe atë që ke krijuar se sa perceptohet në publik. Temat e tregimeve janë secili ndryshe prej tjetrit, aq janë magjepsës njëri prej tjetrit, të tërhiqen me vete, personazhe të ndryshme. Kemi personazhe Kafk. Si lindi kjo, si të erdhi kjo ide brillante, sjellësh një Kafk. E veçantë sjellja e Kafkës, e veçantë veshja e saj me frymënjëriu. Por si erdhi ky tregim tek ti? Është edhe fillimi i librit, faktikisht tregimi i parë. Ndoshta qëllimisht e kam lënë Gruan dhe Lumin si tregimin e parë të librit, sepse që aty fillon futesh direkt në botën e diçkaje që nuk ekziston. Dhe ti shkon drejt një universi që nuk e ke. Të krijosh një marrëdhënie me një Kafk duket shumë absurde. Dhe realisht është absurde, por mund të jetë absurde në kontekstin e drejt për drejt. Por ajo gruaja e cila vendos të marrë një Kafk nga Lumi dhe ta dërgojë në shtëpi dhe të krijojë një marrëdhënie komunikimi me një të vdekur e te kalon njeriu normal dhe duket sikur është një grua që po përjeton halucinacione, por jo në fakt. Ajo është një grua e cila ka jetuar me idealizma, është një grua e cila është rritur me libra, është një grua e cila ka kërkuar shumë tek partneri i saj dhe në momentin që ajo nuk ka gjetur atë burrin ideal, ka vendosur që të mos krijoj një tradhti fizike, në kuptimin që këtë partner
ta zëvendësoj me një partner tjetër, por të krijoj një tradhti në mënyrën e saj. Pra, ajo ta zëvendësoj partnerin e saj me një kafkë, sepse kafka si simbol i mendjes intelektuale, derisa aty ajo e ndjen shumë të afërt dhe mendon që mos unë kam jetuar me këtë kafkë në një kohë tjetër. I vendos një emër, i blen rroba, por në momentin që Kafka nuk i përgjigjet më nevojave të një gruaje e cila ka qenë gjatë gjithë kohës larg burrit me mendime, vendos ta dërgojë atje ku është tek lumi dhe të vazhdojë jetën e re me të. Pak a shumë kjo është historia, por është historia një gruaje e cila ka dashur të jetojë me idealizma. Gjë që bota reale nuk e ofron. Që përshkrimi i gruas është i jashtëzakonshëm, që po të futemi pastaj tek delikatesa, tek mënyra e saj të kultivuarit, ishte krejtësisht diçka e mrekullueshme dhe e sjell shumë bukur në libër. Një tregim tjetër që sa ishte i bukur, por kishte një filozofi të brendshme, por disi edhe komik, disi pak, është rrobat në balkonin përballë. Po ti lexosh secilin nga tregimet ti e lidh me një herë me realitetin rreth teje, e lidh me një herë një personazh e gjend se ku i përket. Absolutisht po. Edhe rrobat në balkonin përballë i përkasin disi realitetit që po jetojnë. Kemi nga ata që shohin nga dritarja te një dritare tjetër te një balkon tjetër, po jo kaq të guximshëm sa të vinte deri as shtëpisë më duket. Psikologjia e njeriut funksionon pak në një mënyrë të çuditshme, po them. Ne gjithmonë kemi kurrështje për diçka që është jashtë nesh. Nëse ato kurrështjen do ta kishim për miqtë tan, për familjarët tan, për vllajën, për motrën, për partnerin, për partneren, do ishte më bukur. Është vërtet. Por kurrështja është gjithmonë tek çfarë na shohin syt jashtë dritares ton. Pavarësisht se personazhi në fjalë nuk ceket, por është një i obsesionuar, po them, vuan nga obsesionet dhe ai është i obsesionuar me personin që jeton dhe me koleksionin e rrobave që ajo vendos zakonisht në balkon për të nder. Dhe ideja është që ai gjatë gjithë kohës e ka misterin kush jeton tek ajo shtëpi. Do të njoh personin e tij për të kuptuar. E joshin në një farë mënyrë për të ditur kush i vesh këto rroba shumë seksi, shumë intime, edhe të bukura. Realisht ajo gjëra që ai më duket te gratë nuk i kishte parë. Po, nuk i kishte parë, po. Ishin për herë të parë. Ishte e solla pak, nuk dua ta shohim kuriozitetin totalisht, sepse ishte shumë e veçantë tregimi, edhe kishte rreshta ku unë qeshja me vete realisht, por nuk e mendojmë asnjëherë se në balkonin tonë edhe mund të vështrohen. Edhe kjo në çdo balkon ka një histori, në çdo dritare ka një histori për të cilën ne nuk dim asgjë. Unë po pres që ti sjellësh një libër tjetër për këto dritare të tjera, se më duket se kështu dritare krijohet. Ndjehet shumë heshtja dhe dhimbja nga një herë në disa prej tregimeve. Pse zgjodhet ti trajtoje këtë tema, por edhe i ke cekur me shumë delikatesë. Heshtja dhe dhimbja mendoj se shkojnë së bashku. Nuk mund të jetë dhimbje diçka që u lëret, ose të paktën në këtë fazë që jam në këtë lloj forme e perceptoj. Nuk po flas vetëm për dhimbjen e të ndjerit i pakuptuar ose të ndjerit të çuditshëm ndonjëherë, por edhe për atë që një moment duket sikur janë ndryshe nga të tjerat, ose personazhet ndjen sikur janë ndryshe nga të tjerat. Dhe aty mendoj që është letërsia, tek ai mendimi që ty të vjen një herë në sa vite, jo tek mendimet e zakonshme. Rutina e vret edhe jetën tonë të përditshme, imagjino letërsinë. Absolutisht po, dhe jemi me fat nëse kemi diçka që na vjen me një herë në mendje, është vërtet kjo. Si të lindi dëshira, ose si të lind mënyra për me shkruar një tregim? Ka një situatë e menjëhershme apo një ndjesi e pazakontë? E di që kam pasur të ftuar ose kam miq që shkruajnë, e di thotë raste nga një nuhatje. Edhe është shumë interesante. Duhet të jetë një simbol që ty të lidh me tregimin, te zanafilla e tregimit që ti fillon. Mund të jetë piknisja edhe ky mendimi i çuditshëm. Pastaj ti e zgjeron dhe rrugët hapen. Mund të jetë piknisja edhe një person i panjohur. Për shembull tek zonja e pasqyrave më ka rastisur një grua shumë interesante që e kisha ndeshur diku në një kafe dhe kam shkuar 3 ditë tek ajo kafe. Vetëm për të parë nëse ajo gruaja do të vinte aty, sepse ishte shumë klasike, ishte shumë e këndshme, ishte shumë e bukur dhe mënyra se si shitën në dritare mua më dukej fiks për tregim. Dhe tek zonja e pasqyrave, ajo të ngacmon edhe pamja, duket si ato pikturat e Rembrandtit nga një herë edhe që të ngacmon. Prandaj po them, piknisja mund të jetë edhe një person i panjohur. Unë nuk e di kush ka qenë ajo gruaja dhe nuk do ta di kurrë. Dhe ajo ndoshta s'do të di kurrë për atë tregimin që është shkruar për një person të panjohur, thjesht e kam lënë zonja e pasqyrave, por që piknisja mund të ketë qenë
tek një individ i panjohur, mund të ketë qenë tek një ndjesi, mund të ketë qenë tek një mendim që ty të ka ardhur një herë dhe je habitur me veten tënde pse unë po e mendoj këtë. Është diçka shumë e brendshme, por nëse ti e zgjeron, pastaj ata krijon vet historinë e tyre. Jo, nëse marrim kohën në cilën janë shkruar tregimet, nuk kam çudi që ti ke krijuar kaq shumë personazhe, por aq edhe sa të zakonshëm, por edhe të pazakont. Absolutisht unë nuk e kuptoj. Por thjesht ajo dëshira jame e mbrëmshme ishte për me ditë si të lindhi për një moment. Ka mbas edhe situata, siç the vetë, ishte një grua ose edhe dikush që nuk e njeh as pak. Janë ose për shembull një përshkim i beft. Edhe gjërat e befta janë të bukura një herë. Ndodhe edhe në të tillë formë. Dua të kaloj tek një tjetër. Ti faktikisht më the çfarë në bisedën tonë që nuk kam lidhje the me psikologjinë, por faktikisht libri nuk është jo psikologjik, është psikologjik, ai i përcjell më së miri traumat që kemi nga kaluara, ato që rigjejmë në të ardhmen, por jo vetëm këto, po diskutojmë që nuk është libër vetëm e dhimbje, siç e thash edhe më përpara, ka edhe histori me ironi, me sarkazëm, me shumë çka ndryshe. Por psikologjinë ti e ke cekur mjaft mirë. Unë po them paktën të tregimi i njollat, i cili është një tregim shumë i veçantë. Është një tregim i veçantë, është një rrugtim i një familje, por më shumë i fëmijëve. Sa të prekshëm i kemi fëmijët, dhe sa të vëmendshëm jena ne në rritjen e këtyre fëmijëve. Po ta bëj pak psikologjike pyetjen, sepse libri më çon te kjo pjesë e psikologjisë. Domethënë, kjo vëmendje nuk ka filluar sot, se sot gati japim një telefon dorë dhe mjaftohen me këtë. Siç po shohim rëndom. Nuk do më dhan shembuj më shumë, por edhe më përpara ka një mënyrë tjetër, si për shembull tek tregimi i njollat me i çon mal me ti angazhojnë me punë që ka patur nevojë familja. Po pra, që nuk janë të fëmijëve, që nuk mundesh, domethënë familja gati i përdor për me angazhu në punë e gjithë shtëpisë. Për moshën e tyre të vogël nuk janë as pak të adapte. Ashtu siç them unë që sot celularët dhe teknologjia nuk duhet jenë dorë të fëmijëve deri në një moshë të caktuar. Mendoj se realiteti i mëparshëm ka qenë pak më ndryshe, fëmijët duket sikur kishin edhe përgjegjësi në një të rrituri. Po. Logjikonin më shumë se sa për moshën e tyre, ndjenin kënaqësi të bënin punë më shumë se sa për moshën e tyre, edhe të rëndomta. Sigurisht kjo varet edhe nga familja ku janë rritur, financat, mundësitë, por edhe nga që ishin detyrimi. Ishte mentalitet. Ishte edhe mentaliteti në atë mënyrë, sidomos e vajzave të njihen me punë të shtëpisë, e djemve me gjëra të tjera, po diskutim secili, e djemve ndoshta me blerjet, me diçka që jashtë shtëpie, sepse me punë të brendshme ishin vajzat, me të jashtë me djemt. Unë po them edhe në qytet. Pavarësisht se historia flet për në fshat. Por ne edhe në qytet kanë qenë ishte mentaliteti shumë i mbyllur, por shfrytzues deri diku. Mendoj se çdo mentalitet i mbyllur ka diçka nga pas që nuk duket, po është shfrytzues, siç e the, sepse një fëmijë nuk mund të mbartë përgjegjësinë dhe detyrat e një të rrituri. Absolutisht. Pavarësisht se vajza e tregimit njollat, domethënë tregimi rrëfet nga një fëmijë vogël 5 vjeç, por aty mbart gjithë traumën që nuk do duhet të ishte e saja. Domethënë mbart historinë që nuk do duhet as ajo ta rrëfente, jo ta përjetonte. Për këtë arsye ndoshta është pak tregim më i ndjeshëm dhe ka një barë më të madhe emocionale, jo vetëm kur e shkruan, por edhe kur e lexon. Gjithsesi arrin ta përcjell traumën, arrin ta përcjell dhimbjen, arrin ta përcjell historinë dhe mbyllet me një finalizim jashtëzakonisht të bukur, me një vajzë e cila edhe pse i kalon këto, i tej kalon. Po. Edhe krijon një grua tjetër, krijon një njerëz tjetër që përballet me gjithçka dhe mbyllet me thënien e babait. Prindërit nuk duhet jetojnë tek shtëpia e vajzës. Pra, mbesim tek e kaluara, ne mbesim tek mentaliteti. Fatkeqësisht po. Pse e ke mbyllur në këtë mënyrë? Do të ishte një mbyllje kudo, tek pikërisht tek ky tregim, mbyllja mund të fillonte që më herët, por e ke lënë deri te kjo dhe atë kuptohet që nuk ka përtej kësaj fjale. Jo, nuk mund të kishte diçka përtej kësaj fjale, sepse edhe ata si prindër, edhe ai si baba, ndjen një përgjegjësi dhe ndjen një faj për historinë ndodhur. Por besoj që çdo kush prej nesh të paktën një herë në jetë mund të ketë dëgjuar dikë të thotë që mua Zoti nuk më dha djalë, po do vazhdoj të jetoj në
tokat e të parëve të mi dhe nuk dua të shkoj të jetoj tek vajza. Do të thënë kjo është çështje mentaliteti, Ka por shumë kanë ka shumë ekzistuar. koha sa Sigurisht to ko po, se edhe tregimi nuk shtrihet tamam në kohën ku jetojmë, shtrihet në një kohë tjetër, por që mentaliteti ky ka qenë. shtrihet në kohën e kur do ndodhur, sepse ka ende familje që jetojnë me mentalitete të tilla, dhe prandaj ai është koherent në çdo kohë. Absolutisht po. Edhe kjo është e bukur e këtyre tregimeve se janë koherente në secilën kohë. Faktikisht ti mund të kesh për një mentalitet kaluar, por vazhdon kemi pa diskutim që do të kemi gjithmonë njerëz që mbartin, vazhdojnë ta përcjellin mentalitetin. mentalitetin. Edhe vazhdojnë të përcjellin rregullat kanonore siç ishin, Edhe traumat së edhe bashku me traumat rregullat së bashku me rregullat. Ke kaluar nga poezia tek proza po të një prozë shkurtër, domethënë tregime të shkurtra. Tregime të shkurtra të cilat duhen të redaktohen mirë, të thuken sa më shumë dhe që të shtryllesh fort edhe të pikojnë në atë esencën e tyre. Ishte vështirë kjo zgjedhje dhe patjetër redaktim duhet këtë dashur shumë. Po, ka patur redaktim. Pavarësisht se edhe vetë kur jam rikthyer çfarë mua s'më ka pëlqyer e kam hequr prej aty, edhe tregime kur e kam parë që nuk janë të nevojshëm për të botuar, po prapë i kam hequr. Por mendoj ndonjëherë dëshira për të mos u zgjatur shumë në shpjegim është gjë e mirë. Dhe kjo mendoj se është edhe çështje e karakterit të njeriut, jo vetëm e karakterit të autorit, po edhe karakterit të njeriut. Nëse ne jemi të prerë në jetën e përditshme, edhe kur shkruajmë në mënyrë të pavetëdijshme na vjen që të jemi të prerë, të mos i stërzgjasim gjërat që të tërheqim zvar lexuesin dhe ta lodhim duke mos i thënë asgjë. Mendoj nganjëherë letërsi kjo është zhanri më i bukur kur nuk lodhet lexuesi. Kohët që kanë ardhur tregojnë se tregimet e stërzgjatura, qofshin Nuk ato e kanë as durimin më edhe njerëzit. statuse në për rrjetet sociale janë shumë të lodhshme, sa lexuesi e kuptoi që nuk e ka durimin për me i shkuar Për ta përcjell deri në fund. Absolutisht, nuk merr as mesazhin pastaj, se ç'a ishte. A ka një tregim për tyre që ti je më afër se me të tjerët, ose që ti nuk do ta ndaje nga vetja, por e ke zgjatur që ta botosh që secili. Gruaja dhe lumi, nuk them që mund të jetë tregimi më i mirë, por është tregimi që unë e kam më shumë për zemër, kur është shkruar si një ironi për veten, po them në kuptimin metaforik, por e pash që do duhet ta ndaja me të tjerët, më duke si egoizëm nëse unë do zgjidhja ta mbaja vetëm për veta. Dhe zgjodha të jetë pjesë e librit, ama Gruaja dhe lumi mendoj që është tregimi të cilën unë e dua më shumë ti. Libri ka Për gjithë absurditetin që ka si tregim. Edhe unë nuk po të pys më shumë se nuk du të zgjatem. Libri ka kohë që ka dalë nga votimi, është në shitje, qysh në panajër, qysh në nëntori, bjen apo tetor, fund tetorit, kur ishte fund tetor, në nëntor. Domethënë fund tetorit ka dalë, po në nëntor ishte në panajër. Dhe pa diskutim që ti ki marrë komentet e para ose të disa komentet, pak a shumë si njihesh para komenteve çka kam rrit tek lexuesi përmes librit. Ideja që ky libër doli nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, po them, në një farë mënyrë më aprovoi atë dëshirën për ta botuar. Por sigurisht që përpara se sa të botoje kam ndarë edhe me njerëz që e njohin letërsinë mirë, që e duan letërsinë dhe lexojnë letërsi të mirë. Por edhe pasi është botuar, është lexuar edhe nga njerëz të cilët nuk e njoh dhe me gjithë mirësinë dhe bujarinë e tyre, po them, më kanë shkruar detajet, çfarë ju ka pëlqyer. Jam ndjer mirë, domethënë kjo më ka dhënë një ndjesi të mirë. Ka pasur për atyre që të kanë kritikuar për ndonjë gjë ose të kanë dhënë ndonjë këshill, edhe që ndoshta ti do ta marrësh me vete në butimet e tjera. Po, ndoshta më shumë familja ime. Pse ka kaq shumë melankoli, sepse ti je shumë e qetë, je shumë e dashur, pse duhet të ketë një libër kaq shumë melankoli kur ti në jetën e përditshme je shumë njerëzore, je shumë e qetë, je shumë e çiltër. Domethënë kjo ka qenë ndoshta ajo që mua mund të ma kenë thënë. Familja ime së pari, pastaj edhe ndonjë shoqe tek këtu që do duhet të ishte pak më i lehtë. Njerëzit e qetë janë ata që arrin të futen shumë më thellë dhe shkruajnë realisht. Edhe, nuk është thjesht krejt melankolik, libri ka ka doza trishtimi, po jo një trishtim që të mbyt. Jo diçka që s'të lë të marrësh shkrim, jo, deri aty jo. Lita ne sot lexojmë letërsi, lexojmë pafundësisht në rrjetet sociale, lexojmë në libra, edhe në rrjetet sociale tashmë.
po botohen Është një mënyrë e drejtë për drejtë. Po, është një mënyrë e drejtë për drejtë, është pak më e shpejtë për ata që duhet të promovohen më një herë. Por sa arrin ajo me prek publikun, me energjitsu publikun. Kena nevojë me energjitsu, realisht. Sepse kena një jetë shumë të me revanç. Edhe nëse ne do na me nal hovin e këtij revançit, unë them lexoni libra. Unë nuk e di sa arrim ne përmes asaj që shkruajmë sot të ndërgjegjësojmë njerëzimin. Po them publikun, njerëzimin e njëjta gjë. A kena sot letërsi që ndërgjegjëson? Libri nuk është në kohën e tij më të mirë për faktin që teknologjia i ka krijuar një konkurrencë. Ne duam diçka të gatshme, po gjërat e gatshme nuk na dërgojnë shumë gjatë. Nuk na mbajnë në një afat kohor të gjatë. Edhe kujtesa nuk funksionon njësoj si me një material që ti e merr nga rrjetet sociale, nga celulari, nga laptopi, sesa kur e merr nga libri. Në momentin që e merr nga libri, në mënyrë të pavedishme, truri funksionon që e memorizon më mirë dhe shkon në kujtesën afatgjatë. Ndërsa kur e merr nga rrjetet sociale, mirë që informacioni është i copëzuar, mirë që informacioni mund të mos jetë i vërtet, por ideja është edhe nëse është i vërtet, edhe nëse nuk të vjen i fragmentizuar, truri nuk e memorizon njësoj si kur e merr nga libri. Plus që libri ka edhe këtë të mirën që nuk fshihet, nuk humbet, e trashëgon. Libra që i ke dhuratu a trashëgon pasarzve. Është vërtet. Është diçka që me kalimin e kohës aty ai rritet vlera. Nuk e di, unë nuk e zëvendësoj dot mas që edhe të shkruarit është 1000 herë më mirë proces fizik, atë aromen e stilolapsit dhe letres sesa kur e shkruan direkt në laptop. Ki bën një përzgjedhje, mendoj që ka qenë një përzgjedhje me një klik. Vdekja e kukullës është me njëherë të krijon atë kamuflimin, që do të jetë vdekja e kukullës. Kush është kjo kukulla? Pse kukulla? Pse vdekja? Edhe jo diçka tjetër. Por secili prej tregimeve ka një titull që mund të ishte titulli i librit. Pse zgjolle vdekjen e kukullës? Në dy tregime mund të përcillet kukulla, por në të dyja realisht është një element shumë i fuqishëm tregim. Që kur është nga titulli vdekja e kukullës, duket që autorja duhet jetë patjetër vajzë. Sepse ne jemi mësuar që kukullën ta lidhim në fëmirin ton me gjinin femrore, ndryshe nga meshkujt me makinat apo me lodrat e tjera që janë tipike për çuna. Ndërsa vdekja e kukullës nuk është vetëm një simbolik, sepse kukulla si objekt është i vdekur. Por ne në fëmirin ton e kemi trajtuar si të ishte diçka e vërtet, si të ishte diçka e gjallë, i kemi krejur flokët, i kemi veshur fustanin, e kemi rregulluar dhe e kemi trajtuar të barabartë me veten. Dhe çfarë do thotë që një fëmijë i vogël të trajtojë dikë të barabartë me veten? Pra, ne këtë dashuri në mënyrë të pavullnetshme apo të pavedishme e japim tek diçka që është e vdekur. Por në momentin kur rritemi, ne heqim dorë nga gjërat të cilat janë fëmijërore. Praktikisht edhe një kukull. Atë kukullën që dikur na jepte shumë kujtime, ndoshta ne e fshehem në një dollap, ja bëm dhurat dikujta, apo e harruam diku. Por në momentin që rritesh dhe ti kalon atë fazën pas adoleshencës, maturimit, po të kthesh tek fëmijëria, bashkë me kukullën nuk ke humbur vetëm një gjë të vdekur. Ke humbur shumë emocione, ke humbur shumë ndjesi. Është rrugëtimi i zërit të brendshëm kur ti kthehesh dhe ai zëri i brendshëm i fëmijërisë që dikur ishte shumë i çiltër, ishte shumë i pastër, ishte shumë i fortë, fillon të përshpërit. Për të mos thënë që tek disa njerëz ndodh që edhe ky zë të vdes. Dhe praktikisht simbolika e vdekjes së kukullës ishte vdekja e zërit të brendshëm. E zërit të brendshëm që ty të kritikon, që ty të thotë kjo duhet, kjo nuk duhet. Kjo ishte, domethënë, lidhja me simbolikën e Si do të përkufizoje librin tënd me një fjali? Ka qenë një udhëtim im i shpirtëror dhe mendoj se ka qenë një proces shumë i bukur i brendshëm. E kuptoj këtë. Kjo është ajo për autori në momentin që shkruan si nevojë të brendshme, jo vetëm nevojën dhe dëshirën për të ndarë patjetër diçka me të tjerët sepse ke çfarë të thuash, por mendoj se fillimisht është një proces i brendshëm. Pastaj kur vendos ta botosh, të lindë edhe përgjegjësia për të dhënë një mesazh, për të patur një arsye pse botohet, për të mos qenë prej moralizmave. Domethënë janë disa detaje që ti kupton me kohën,
por në momentin kur I shkruan është thjesht një proces I pastrimit shpirtëror. Unë do me lexu një paragraf, nuk do me mik emisioni pa lexu, sepse gati e lash edhe pse unë nuk I kam marrë gjithë lykt, po unë do me lexu paragrafin. Kjo tregon që unë shoh prap shumë mirë. Okej. Nënën time dhe babai nuk I pash kur të më qeshnin as të më afronin. Nëna ime nuk mi kreu kur flokët si që bënte me motrën. Nuk më tha sa e bukur po bëhesha. Nuk më pa kur me admirim. Nëna nuk më dërgoj kur të mbush ujë të burimi. Nëna nuk më dërgoj kur të ruaja qëngjet në mal. Dhe njollat e gjakut të si me motre ma vran zemrën. Dhe kur arrita moshën e pjekuris. Edhe kur u bëra kirurge dhe njollosa për parsën time. Atëherë kur bëra operacionin e parë dhe I shpëtova jetën një fëmije. Madje edhe kur pata kujtimin e parë me dy mshoq. Nëna ime nuk më puthi në ball as kur u diplomova. As kur I prezantova si shoku në jetës profesorin tim. Madje as kur u martova nuk e pashti mbusheshin syt me lot. Ikja e motrës ja kishte marrë me vete zemrën. Ma kishte muhua dhe mua të drejtën për të pasur një fëmijëri si të tjerët. Dhe sa herë kthehem në vendlindje, kujtohem të dërgoj në Varreza 16 trëndafila të bardhë, aq sa vitet e panjollosura të motrës sime. Kur pash që prindërit e mi po plakeshin dhe s'kishte njëri të kujdesis për ta, I thash babaj të vinte të jetonte tek unë. Por ai ma preu shkurt. Zoti nuk më dha djalë, dhe shtëpia e vajzës nuk mund të jetë si imja. E kisha shumë me dëshirë me lexu këtë, ne e diskutu me njollat më përpara, por ajo që realisht ka zgjuar ndërgjegjen teme, sepse unë prandaj është ajo pyetja asgjën letërsia ndërgjegje. Zgjën letërsia ndërgjegje. Është pse ne nanët mesim tek një dhimbje dhe harrojmë se fëmia tjetër ka nevojë për të njëjtën për kujdesje. Apo ne duket I neglizhojmë dhimbjet tona si dhimbje dhe jetojmë si gjë e zakonshme. Unë gati ta kam marrë një lloj përgjigje, tu kanë vetë nan. Ajo që mu më dhëmb është se nuk ka humbë vetëm një vajzë, po I ka humbë të dyja. Praktikisht I ka humbur të dyja. Dhe kjo është një histori që ti e ke sjellë nuk e di se prej kohë, do me thonë prej kohë në kohë po them, por e ke koherente. Kena në fatkeqësisht po. Jena një shoqni që me një ndodhi ne harrojmë diçka tjetër. Absolutisht po. Mendoj se traumat arkivohen, që do thot kur gjërat heshten dhe nuk është fuqia për tu përballuar, trashëgohen, arkivohen, shkon ndër breza. Mund të shkoj edhe tek nipi, edhe tek mbesa, shkon edhe tek ata që janë më të largët dhe nuk kanë kur far lidhje, sepse është një informacion I trashëguar, pavarësisht se në rastin e fjalë ajo humbet njërën vajzë për arsyen që humbi, por humbet edhe fëmijërinë edhe gjithë jetën e një vajze tjetër, duke mos I ofruar dot atë dashuri që dikur ja ka dhënë motrës së saj. Është një vajzë që më fal se po të pres, por që bën shkputjen. Po, është një për familjes am. Edhe e bën shkputjen, por e bën me mendësi, si me vunj I mur. Kjo është e guximshme, me gjaktësi e guximshme, është edhe e dhimbshme, sepse ndoshta mënyra vetme për të shkëputur. Të qenit racional dhe të qenit gjakftoht në këtë rast, po them, ishte mënyra e vetme që ajo të shkëputej nga e kaluara saj dhe të fillonte jetën në një mënyrë tjetër. Pavarësisht se mbyllja, domethënë deri aty ishte kufiri. Mentaliteti I tyre dhe jeta e tyre dhe traumat e tyre nuk mund të shkonin më përtej se deri tek mbyllja që I bën babai, duke thënë se unë nuk mund të jetoj në familjen e vajzës duke qenë se nuk kam patur një djalë. E vazhdojmë mentalitetin, e vazhdojmë traumat në një mënyrë ose një tjetër, por e bukur është se me një herë me këtë tregim ti ndave brezat. Një brez e lënë të shkumen edhe ardhmja që rrok të ardhmen me një guxim të jashtëzakonshëm. Pra kjo është e thelbi që ke sjell me librin dhe mua realisht më ka prek shumë tregimi. Secili ka mënyrën e vet, ndoshta kam gjetë s'po them vetveten sepse absolutisht nuk kam lidhje, por gjej shumë histori të cilat paktën I na rrëfejnë, shohim nëpër media
histori të ndryshme, me këto fatkeqësitë shqiptare që ndodhin her mas here, me abuzimin ndaj grave. Dhe abuzimi është një diçka që vazhdon edhe unë nala pikërisht këtu se nanat e di që dhimbjen e kanë shumë thellë për një fëmijë. Ama nga njëherë duhet me i te kalu dhimbjet edhe me kuptu se çdo fëmijë tjetër rreth teje është pa që rëndësishëm sa ai që ka është rëndësishëm, kërkon të njëjtën dashni. Po. Më duket na kena harru se këtë dashni duhet me avon të gjithëve njësoj. Më duket sikur këtë është ajo dashuria e munguar që të duket sikur i ka shtëruar dhe nuk e ka më aftësinë ta jap tek fëmia i dytë, fëmia i tretë. Gati ka frikë me dhënë edhe dashni, sepse ka mendoj që nuk e di fiks është ajo fjala që ti thu deri kur filloj me njoft veten. Edhe me fillu me njoft veten, do me thonë a jena në të aftë për me dasht. Ta bëj si pyetje këtë, jena të aftë për me dasht? Po kaloj kështu si spontanisht pak. Nëse nuk jetojmë për dashurinë, atëherë për çfarë? Mendoj se kuptimi i gjithçka është dashuria. Do më thonë, edhe lulet t'i shohësh kur lulëzojnë është bukur, edhe kafshët t'i shohësh në vendin e tyre është bukur, gjithçkaje që shijon jetën është bukur. Ta nisesh tek gjërat më bazike, po edhe rrobat që i vesh, edhe për ata duhet të kultivosh një dashuri se tek fundit është energjia jote që sillet në ato rroba. Ta shohësh me syrin e dashurisë gjithçka që të rrethon. Kam pas një tregim të jashtëzakonshëm qyteti Varrezave. Qysh në titull ishte tërheqës, nuk e dija se çfarë mund vinte mrapa. Nuk më shkote kurrë në mendje që një kuti me eshtra lëviz makinë, por ajo që të më lidh sot është se realisht ndoshta ka shumë gjëra për me lidh, por kjo zhvendosja e këtyne popujve si populli emigrimi i këtij populli edhe që po ndodh që dhe Varrezat tashmë ti kena në vendet ku jetojnë aktualisht, ajo ishte pjesa që unë gjeta edhe që ishte, sa me thonë, sa ishte i bukur si tregim, sa ishte tërheqës si tregim, unë jam pak e predispozuar për me gjetë ato pikat që mu më dhe më shumë. Emigrimi i sjell në një mënyrë jashtëzakonisht metaforike tepër të bukur, tepër e veçantë. E ki cek plagin e një populli, po ta thash edhe një herë, nga të vdekurit. Edhe nga absolutisht nga të vdekurit me delikatesë. Vdekurit është nuk mund të kemi qytetërim pa shkuar dhe për të parë si janë Varrezat. Jeta është e lidhur me të gjallët, por jeta është e lidhur edhe me të vdekurit, se edhe ata kishin një histori, edhe ata kanë jetuar në një kohë, edhe ata kanë bërë diçka për qytetërimin tonë. Dhe është një përgjegjësi e jona. Është shumë interesante që në çfarëdo lloj shteti të shkosh, përveç njerëzve të gjallë, ushqimeve, artin, çfarë kultivojnë ata, duhet të shkosh edhe në Varreza. Për parë se si kanë jetuar. Diçka që unë e baj. Edhe unë, domethënë më duket jo vetëm për letërsi, por edhe për të zgjuar atë ndërgjegjën që shiko se edhe ata kishin ëndra, edhe ata kishin plane për jetë, edhe ata dashuruan, edhe ata shkuan në punë, edhe ata sakrifikuan për familjen dhe janë aty, por aty meritojnë të nderohen, meritojnë të ketë një respekt. Do më paka shumë ideja kjo ka qenë që një person i cili lëviz nga një qytet në një qytet tjetër me ishtrat e një gruaje që e ka dashur shumë. Unë po i bëj thirrje regjisorëve që secili prej këtyre tregimeve mund të kthehet në, po them, në një skeç, jo skeç sepse skeçet janë për humorin më tepër. Filmat e metrazhit të shkurtër. Mund të jetë një film me metrazh të shkurtër, por mund të kthehet në një lloj drame për teatrin, ka pjesë të tij libri që mund të kthehen edhe realisht me një dorë magjike, siç e thu këtu, gati dorë magjike siç është në fund, ato vinë jashtëzakonisht afër publikut, bëhen nish me publikun. Kur ato bëhen qysh në shkrim, lëma pastaj sikur ti luajnë me rolet vërtet, me aktor të mrekullueshëm që kejnë anet të teatrit, jo vetëm Shkodër, po në Tiranë kudo gjet. Ato do të ishin shumë të prekshme, shumë të veçanta, por edhe plak të kësaj shoqënie që s'kan të sosuna realisht, do të ishin më të prekshme, por edhe më të kuptueshme. Sa përballen ne me të vërtetat tona dhe çka ndodh me ne në procesin e përballjes? Duhet të kesh guxim për të përballur me veten, me të vërtetat e tua, me frikrat e tua, me informacionin e trashëguar nga të parët. Ne jemi bartës, domethënë genetika jon është shumë e zgjuar, trashëgon informacion brez brezi.
Ka njerëz të cilët kanë frikë nga përballja me veten, ka njerëz të cilët kanë pafund shoqëri vetëm për mos jetuar një kohë të shëndetshme me veten. Pavarësisht se unë e kam shumë të rëndësishme, e paktën 1 orë, 2 orë në ditë i dua gjithmonë t'i kem me veten time, dhe kjo nuk është vetëm kohë për të reflektuar, sepse njeriu nuk do harxojë çdo ditë nga 2 orë kohë për të reflektuar, por mund të jetë një kohë e kaluar duke lexuar, mund të jetë një kohë e kaluar duke shkruar, mund të jetë një kohë e kaluar duke bërë një aktivitet vetëm. Po e thej pak këtu ne pi një kafe me vetin. Po, një kafe e pi vetëm. Absolutisht. E kam gati rutinë të përditshme. Me përballja me vetin duket se është ajo më e vështira. Edhe gjithsesi ne në këtë libër e gjajmë këtë përballje në mënyra të ndryshme, të shprehur në mënyra të ndryshme. Kënis me i marrë zhanret me rrallë dhe dhe me eksploru tek vetja dhe dhe me kërku më duket më shumë që dhe me nësjell rrallën tjetër në penën e Shkodrës, se duket sa herë që votohet një libër t'i vjen këto. Po. Edhe këtu do jesh prapë duket. Tu do jem prapë. Nuk e di sa kohë do më duhet për të ardhur me një botim të ri. Shpresoj që t'jetë një kohë e gjatë. Do doja shumë t'jetë një kohë e gjatë. Nuk dua të vi me një botim të ri as mbas një viti, as mbas 2 vitesh, nuk do doja, tani nuk e di se çfarë do të ndodhi, por mendoj që botimi i radhës mund të jetë me drama. Besoj që do të jetë me drama. Unë uroj shumë që kjo të realizohet. Për me ardhë me një herë në botim pas botimit, nuk jam absolutisht dakord. Njeriu duhet me fillu me sjell anë të tjera që lexuesi nuk i ka pa ose nuk i ka prek akoma, edhe për me ripërsërit vetin, mendoj Nuk që është e nevojshme. ja, është bim në një ripërsëritje të rëndomt. Atëherë nuk jena më as ajo zëna filla jon, jena një diçka tjetër që nuk e dina se çka jena më tepër. Edhe kjo është edhe ajo dilema jeme e mbrëmshme për me votu kohë të fundit, edhe pse kam shumë gjona gati, por le të rrinë aty të flenjë, se nga një herë kur rrin pak ata kalojnë edhe si vena që sa më shumë sa më gjatë fermentohet edhe sa më gjatë që rrin bëhen më të mira. Kështu mendoj që ti edhe unë ti thuk edhe ti redaktoj mirë dhe ti sjell. Liza, unë të përgëzoj për librin. Uroj që gjejnë lexuesin e duhun. Është një libër që ka nevojë për lexuesin e duhun. Është një libër që mund shkojë në gjimnaze, edhe pse jo të diskutohet thellë për të. Ti kalojmë këto bisedat e rëndomta mbi shfaqje televizive, të cilat na humbin një kohë të jashtëzakonshme. Ti kalojmë me këtë libër që për një masdite përthithet edhe mund të jetë një val diskutimesh për disa ditë me radhë. Do të kisha dashur shumë që të vazhdoshim prap një bisedë të një këndvështrim tjetër. Është një libër që ta lën mundësinë për me bisedu në këndvështrime të ndryshme. Prandaj unë them që letërsia e mirë nuk ka nevojë për shumë fjalë. Nganjëherë heshtja bën punën e vet, por edhe ky libër tashmë është në rrugtimin e vet. Në Shkodër e gjejmë tek libreria Ora e Shkodrës, në Tiranë tek Adrian do të jetë. Në Tiranë është tek Albasi, është tek disa librari, gjithashtu është në Prishtinë, është në Tetov, domethënë është në disa librari. Është një libër i gjithë trevave shqiptare. Liza, unë të uroj shumë suksese. Faleminderit që ishe sot me mua në emisionin Pena e Shkodrës dhe uroj që lexuesit të mbrij atë që ti ke dashur me thënë. Ta mbrij dhe ta përcjell, sepse nuk duhet t'i mbajmë të gjitha për vete. Shpesh mendoj që ato që mbajmë për vete janë shumë të rëndësishme. Edhe duhet t'ia themi të tjerëve. Jam shumë dakord me ty. Të falenderoj shumë për ftesën. Ishte kënaqësi për mua të ndanim sot këtë bisedë aq të bukur. Faleminderit edhe për krejt energjinë e mirë dhe pozitivitetin që mora sot. Edhe kjo vjen fal librit tënd. Ne kam kaluar një marrëdhënie djeshme jashtëzakonisht veçantë me librin tënd dhe realisht mas një dite kolosale që isha shumë e ngarkuar, e pash që kisha diçka për mu shploll. Dhe të falenderoj që më dha kënaqësinë me lexuar një libër tillë. Së bashku të shtunën tjetër pa diskutim me një prurje tjetër. Mirupafshim.